Prodhimet e artizanatit janë një vlerë e shtuar e ofertës turistike të vendit. Pazari i ri vjetër i Gjirokastrës nuk ofron vetëm rrugët e kallëdrëmta dhe ndërtesat mesjetare. Kjo pikë turistike që përbën zemrën e qytetit të vjetër, ofron dhe bukurinë e prodhimeve artizanale, një pjesë të cilave prodhohen si dikur. Një nga zanatet e traditës që vazhdojnë të mbijetojnë është e zgjahu. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër sjell shembullin e një punishteje modeste të artizanes Manushaqe Toto nga Lazarati. Nga duart e saj realizohen e mbahen gjallë gjithë traditat e këtij fshati, nga petaniku, përgatitja e nën produkteve të qumshtit në Dybek, qëndismja e kostumeve popullore dhe sidomos të zgjahu, një punë që Manushaqe e dashuron dhe e realizon me pasion e fanatizëm. Kjo artizane është ndër të paktat gra që punojnë në tezgja në qark dhe vetmja në fshatin Lazarat, në një kohë kur modernizimi ka kapur çdo gjë. Manushaqe e ka mësuar punën në tezgja nga gjyshja dhe mamaja e saj, por më parë, kjo punë nuk bëhej në tezgja, por në veç një formë e improvizuar me disa shkopin të lidhur me hardhit e rushit, ku kryhej gjithë procesi. Në pamjet e publikuara nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër, Manushaqe Toto rrëfen procesin, i cili fillon nga qethja e bagëtive, larja e leshit, krehja, thjerrja në furk, e më pas puna vazhdon në tezgja për realizimin e qilimave, çantave, rrugicave dhe plafeteve e tjerë.